Gjyqiri Kosovës, Zotri Kasniqi, ju thatë që kandidati i arshëm për kryeministër duhet të jetë kryetar i PDK-s. Më herën ju keni deklaruar që Zotri Hamza do të jetë kandidat për kryeministër në zgjedhjet e mëshme të parakoshme. Realisht, a do të ketë gabë brenda PDK-s për kryetar në për të rani ju se ish kandidat për kryetar tashmë, si dhe a ka divergjenca brenda PDK-s Zotri Kasniqi, cilat janë arsyet reale për këtë heqje të juaj dhe a keni rënë edhe prej presionit edhe të kryetarit Ladroci, i cili ka kushtuar një lloj të heqje të juaj me shkuarjen në listë të re me zgjedhje ose jo të jashtëzakonshme. Unë kom pas fatin me qenë para jush, po edhe para gjeneratave ma vjetra se ju si gazetar, tash e 2 dekada s'pakun politik. Ma merë mendja që nëse më mundi me dhoni një kredit, kish me qenë që kom qenë shumë i sinqert dhe shumë i drejt për drejt gjithmonë. Ato që e thash është arsyeja e plot dhe e vetë. Është një reflektim më i gjatë, një planifikim më tjetër, dhe një vendim që ndoshta do ta merrja më herët sikur të kishim mundësi që të kemi stabilitet institucional. Sikur të kishte ndodhur një qeveri që ne e kemi planifikuar, unë do i shpallja zgjedhjet e partisë dhe nuk do të kisha garuar. Ky ka qenë edhe plani. Por me qenë se tash jemi para zgjedhjeve, ju thash është reflektim që duhet ta kemi edhe kandidatin për kryeministër kryetar, jam i bindur në këtë. Çështja e drenasit është çështje që e kam adresuar. Por është vetëm një fusnot në arsyet për cilat folëm. Ndërsa ju dhatë dhe përgjigjen pyetjen e juaj. Unë jam i bindur që kandidati i Partisë Demokratike të Kosovës për kryeministër duhet të jetë Bedri Hamza, sepse jam po ashtu i bindur që është kryeministri më i mirë që mund ta ketë Kosova sot. Dhe normalisht që nëse miku im Bedri Hamza kandidon për të qenë kryetar i Partisë Demokratike të Kosovës, ai e ka mbështetjen time të plotë, sepse besoj në leadershipin e tij dhe besoj që është figura e cila mund t'i pri Partisë Demokratike të Kosovës në fazën e ardhshme. Gara është e hapur, kushdo që i plotson kriteret statutare dhe të rregulluara së konventës ka drejt me garu, ka pas gjithmonë. 2 herat e kaluara kur kam garuar s'kam pas kundër kandidat, nuk mund të them a do të ketë tash, nuk mund të them për askënd që do të garoj, por preferencën time për Bedri Hamzën nuk e mshefi përkundrazi me knatësi e bëj publike. Do të thënë që ka pasur ndonjë konsult parapraf në sensin po themi se çështja e doheqjes ka ku që jeni duke menduar, e keni pasur rast që edhe me ishpërerët e PDK-s në hata diskutoni një çështje të tillë dhe tek çështja e zgjedhjeve të jashtëzakonshme deri më tash Partia Demokratike e Kosovës ka marrë ndonjë ftesë për ndonjë deputet individual nga mandatari i dytë për të votuar qeverinë në sen. Përkundër miteve që kryesisht krijojnë kundërshtar tonë politik, zoti Thaçi e zoti Veseli as nuk janë përzihen, as nuk përzihen në udhëheqjen e as në vendimet e Partisë Demokratike të Kosovës. Kto kanë qenë gjithmonë deklarata dashakësia, me thënë drejtën, kështu që jo, nuk kam pasur diskutime me ta, sepse edhe ka qenë shumë e vështirë që t'i shohim e t'i kontaktojmë, se dini që ka 2 vite që janë me restriksione të rënda, dhe unë nuk po mrit që t'i vizitoj për shkak të këtyre limiteve më shumë se 3-4 herë në vjet. Por ne e njohim pas mirë njëri tjetrin. Kam qenë në kryetar edhe i zotit Thaçi edhe i zotit Veseli për kohë të gjatë, kemi bashkëpunuar shumë dhe nuk besoj ose shpresoj që s'kam i befasu ky vendim, dhe jam i bindur që edhe sot kur e marrim vesh këtë vendim, ata e dinë që ky është vendimi i duhur, siç e kanë marrë gjitha vendimet, unë konsideroj të duhura për Partinë Demokratike të Kosovës gjithmonë, veçanërisht kur jam kryetar. Për sa i përket çështjes së seancës për mandatorin Konjuca, kërkesa ime ka qenë që ata të nesërmën ta ftojnë seancën, sepse sikur ta kishin ftuar nesërmën, sikur ta ftojnë nesër, si ta ftojnë me 19 kur kanë afatin fundit, rezultati dihet, ka me dështu. Nuk ka asnjë mundësi me kriju një qeveri 3 lëvizjave vendose. Dhe rrjedhimisht ne po shkojmë drejt zgjedhjeve.
sa më herët që t'ishin bërë zgjedhjet kishme qenë më mirë, por kjo pastaj mbetet çështje e afateve kushtetuese. Nuk ka pasur kontakte, nuk ka pasur kërkesa, unë besoj që po dihet botërisht që ata e kanë marrë vetëm për me zvarrit kohë në funksion të balotazhit, me kriju një mjegull kinse e kemi një shans, por që realisht dhe ata e dinë që s'kan asnjë shans me bo konjufsën kryeministër. Marigona prej KTV-s, zoti Krasniqi, a e mbështet një zgjatjen bugjetore nga se diri me 19 vjen kuvend edhe procedurën prej presidentës, çu shpëton? Problemi është që s'ka komisione, dhe komisionet s'mund të themeluhen. Sepse për të themeluar komisionet parlamentare duhet me ditë kush opozita, kush është opozita. E kjo nuk dihet. Kjo është problemi. Zgjidhjet të cilat rrshqasin terren legal ose jo legal, mendoj që nuk na duhen. A është me rëndësi? Po, absolutisht. Por, ma me rëndësi kish me qenë më mojtë zgjedhjet më herët, mos me bëu këto zgjatjet pa nevojshme, s'ka pas arsye reale m'ia dhon mandatin, absolutisht. Ja kom shpreh këtë qendrim presidentës, nuk ka arsye m'ia dhon mandatin njerit i cili saktësisht dihet që si ka vota, sepse është vetë zgjatja e agonisë për 15 ditë. Pra, sigur kjo mos kishte ndodhur, zgjedhjet kanë mujt më mojt PZ me 7 dhjetor, kishim hyrë në janar me rezultate certifikume dhe kish pas hapësinë 30 ditore për me konstituu kuvendin, me u zgjedh qeveria edhe më miratu buxheti potencialisht. Në kohëra e parë që ballafaqohemi me situatë tillë, besoj ju kujtohet, në 2011 ka qenë situata një. Edhe në 2016 nëse s'gaboj. Njërën për këtyre viteve, unë kam qenë bilantar i qeverisë në atë kohë, besoj shumë që nëse mbahen zgjedhjet më shpejt, mundësia për me pas qeverinë është më e madhe, dhe pastaj s'ka nevojë me pas zgjatje, sepse në fund të shkurtit mundet me miratu buxhetit edhe me funksionuar në gjatë kohë. Edhe në vitet e fundit vallë. Si të tjetë çështja e detalluar problemin e 17-ën, apo keni ju që Po. edhe në kryesimin e legës së parlamentit, mendoni që do të përfshiheni në organet kryesisë partijisë? Normal që unë do të jem sepse më takon me qenë kujdestar edhe me u siguru që procesi deri me të hënën shkon si duhet. Besoj që është gjithçka në rregull. Unë vetëm i ftoj krejt kolegët e me antartë që përmbushin kriteret dhe kushtet që ta shprehin vullnetin e tyre, nëse ka, nëse jo, besoj që është e lehtë me gjetë një rrugë përbashkë me udhëhecin tonë të ardhshëm. Ndërsa i takon pastaj kryetarit sipas kompetencave statutare, por një gjë që me pas short, mos me pas një spekulim. Unë këtu vazhdoj me qenë, edhe zyrët këtu i kam, edhe punën këtu e bëj, edhe angazhimin e kam mi fitu zgjedhjet, edhe me Albin Kurtin për qeverisë. Faleminderit shumë.